أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد الله عز وجل فنندرين صلوات والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا درغان تندروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E na të afru ka mesi Ramazanit, do njëre edhe ka pak në ashtojnë baterijat, ama mirë është me busqeshën në Ramazan, se busqesha nuk e prish Ramazanin. Apo vllazni? Busqesha nuk e prish Ramazanin, mos rrim vratë. Na do të me qenë njerëzit ma të lumtur, që sot e mi zgju me agjerim, që sot e mi zgju në razin e Zotit, që sot e falem namazin e drejkës, që sot në dëgjum Kur'an, e që sot jemi mirë, e shëndosh, e që familjet i kemi rahat, ja na me qenë të lumtur ja kush. A du të me qenë vllazit të lumtur apo jo? Andaj të busqeshim ma shpesh në Ramazan. Allahu gjithë një, u amëndsoft jeni të lumtur, dhe Allahu ju bëft nga ata që keni më gëzu me hyrjen tuaj në xhenet. Amin e ja Rabbel Alamin. Subhanallah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vargun e thonjeve që tregojnë devotshmërinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, një ditë thotë Enesi radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hipi në minber edhe majti një nasihat, nga i cili nasihat na u rënqethën trupat, na u dridhen zemrat, e tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakitum kathira wa la bakaytum kathira. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wallahi sikur ju ta kishit ditë atë që e di unë, sikur ju ta kishit ditë atë që e di unë, se ahireti, vdekja, xhenemi, e të mirat e Allahut, çka janë? Do të kishit qajt shumë, e ram, e përman, do të kishit qeshur. E thotë Enesi radhiyallahu anhu, unë dëgjun mesin e sahabëve vajtimi nga e qamja e madhe që ndodhin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enesi, sahabët fillun me vajtu të qajt. Allahu akbar. Çfarë ndikimi fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zemrat e sahabëve. Çfarë ndikimi nasihati në zemrat e sahabëve. Në mesin e këtyre njerëzve ishte edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. Abu Bekri radhiyallahu anhu nga thëniet e tij më të njohura që tregojnë devotshmërinë e tij dhe lutjet e tij, është se Abu Bekri radhiyallahu anhu thot sahabiu e pash Abu Bekrin duke e marrë gjuhën e vet me dorën e vet dhe duke i thonë gjuhës së vet, hadha alladhi awradani al-mawarid. Që kjo është ajo e cila më çon ka udhë tek qija. Që kjo gjuha është ajo që më shti me bo keq. E kapi me dorën e tij Abu Bekri radhiyallahu anhu, i cili rrallë ka fol. Kot e kot. Ai jo gabim, kot e kot rrallë ka fol. Këtë folmet ati i ka shënu historia si të mira dhe si pozitive. Megjithatë Abu Bekri radhiyallahu anhu e kapi gjuhën e vet dhe tha, që kjo është e cila më shtin dhe bo mu keq. O vëllezër, majni gjuhët tuaja, me dhamë tuaja, me zemrat tuaja, me duar tuaja. Mos lejoni që gjuha tjetë sebeb që na të hyjmë në xhenem. Andaj i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sahabiut, e cili u habit se gjuha se e folmja du të me pas kujdes, dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha e dinti se shumica e njerëzve, shumica e xhenemit ka mu mush, shkaku se njerëzit kanë me fol gjëra që s'duhet mi fol. A di tha se shumica e xhenemlive kanë me në xhenem shkaku i gjuhës. Ato që kanë me në xhenem shkaku i gjunave me dorë apo me kom apo me si janë ma pak se ata që kanë me në xhenem shkaku i gjuhës. Andaj matë në lafët. Gëdhend një gjuhët e juaj. Dhe mundoni që këto gjuhët tona
të jenë të njoma me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ibku, fa illam tabku fatabaku. Ju tha sahabëve një ditë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, o vëllezër, çajini tha dënjerë për Allah. Çajini dënjerë për Allah. Ana ka shku dënjerë ndërmend me pyet veten, kur na lotoi ky sy për hir të Zotit. Që kemi ndëgju një ajet, që kemi ndëgju një nasihat, që kemi pa dikan keq. Ama për i Zotit kështu me të dhimbtën e tij për me tredha i lotë. Wallahi ky lot që del këtu në sy për hir të Zotit, rrjedh nga një zemër e njom me iman. Se një zemër kur të bote ngurt dhe guri të bote e egër e sert, ati sa du shtrive s'ka latë, s'dalin latë. Dhe i tha sahabe, fe illem tebku fe tebaku. Tha nëse s'mundi me qajtë, atëre shtjeni me zorë vetën me qajtë. Kalite nefsin tonë që syrja të lotoje për rizat Zotit. Se një sy i cili s'loton për rizat Zotit, kjo është alamet dhe shenjë se aty është një zemër e cila ka vdek. Zoti na rrit nga kjo zemër. E i bëft zemrat tona të gjalla me iman. Unë nuk e di si mundet dikujt me u përmend xheneti, xhehenemi, mos mi lëviz zemra, mos mi bëj fërta e zemra. Si mundet dikush me ndëgju nasihat e këshime nga të cilët ka qajt vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e hiç mos mi lut rala ja. Si mundet dikush me pa një vëlla të vetin keq, edhe hiç mos milon ajo për shtypje. Si mundet dikush me hyrë në Ramazan e me kalu gjysmën e Ramazanit, kur një taravi mos ta ndjej një pikë lotë në syrin e vet nga një ajet kuranor, apo nga 2 recate për rizat Zotit që i ka fal, apo patjetër o vëllezër. Këto janë thënie historike të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, gjëra që këtë burr të madh e kanë bërë dallum. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, wallahi law wadidtu anni kuntu hadhihi ash-shajarat tu'kal wa tu'dad. Një ditë prej ditëve kaloi Ebu Bekri radhiyallahu anhu rreth një pemë, rreth një druri, dhe tha wallahi do ta kisha ëndru sikur që e dhon të isha sikur se kjo pema nga e cila njerëzit hanë edhe nxehen. Dhe s'ka përgjegjësi të Allahu Azza wa Jall. Ebu Bekri e ka gajrin e përgjegjësisë para Rabbul Aleminit dhe frikët që ka me donë para Zotit me dhonë gjevap, i cili ka usilke bëjke punë të mira, me gjithat shumë e kishte gajle. Sa që në dënjere e imaginante dhe ndrante sikur edhe ajtë ishte një pemë, një drum, i cili nuk ka me dhonë llogarin ditën e gjykimit. Asi njerëz pa dyshim se do të dalmi para Allahut dhe do t'japim llogari para Allahut Azza wa Jall. Dhe tha një ditë law wadidtu anni kuntu sha'ratan fi janbi 'abdin mu'min. Po. Ebu Bekri radhiyallahu anhu nga veçorit e dallume që i ka pas në mesin e kretë sahabëve tjerë, është se ka pas iman të madh. Imani i tij ka qenë në peshore të i masë i madh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte tradit që me i pyet sahabët e vetë sa kanë pa hëndra ndonjëherë. Andaj edhe Ebu Bekr al-Ayyash thonte se Ebu Bekri radhiyallahu anhu jo që ka falë diçka namaz ndryshe nga tjerit, e që ka xhiru një agjerim ndryshe nga tjerit. Ajo thot që e ka dallu Ebu Bekri nga të gjithë tjerit, nga gjithë sahabët tjerë, është pikërisht imani në zemrën e tij. Kështu e përshkruan Ebu Bekr al-Ayyash, njëri nga dietarët e historisë islame, thot Ebu Bekri është dallu me imanin e fuqishëm në zemrën e tij. Andaj është thonë në mesin e sahabëve dhe është e ditun kjo të ummeti se sikur se në një anë të peshorës të vendohet imani i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe nga ana tjetër e peshorës të vendohet imani i krejt ummetit,
krejt ummetit, pimas Ebu Bekrit, deri në ditën e Kiametit, imanin e gjithve me mbledh bashkë në një vend, me vëndu një anë të peshorës, nga në tjetër vetëm Ebu Bekri, imani ti me një anë, thonë djetartë, imani Ebu Bekrit do të randoj, do të peshoje ma shumë, se imani krejt ummetit. Sa kemi qatë me kanë kemi të bëjmë. Për cilin njeri jemi duke folë. Dhe se për këtë njeri ja vlen çdo hap, çdo gjest, çdo shikim, çdo fjalë që e ka thonë, mund dalë me analizu. Nuk është rastishme i gjithë ky libër vetëm për një njeri. Edhe është shkurtimisht ky libër, edhe na i kemi shpjeguar 90 faqe e tepër deri më tani, e me gjysmën e librit, do të për as 10 delse si kemi. Do të thotë tema ose shumë kemi shkurtu, asa lafet mëdha kena thonë për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. A e dini sa ka tjera që na i kemi kalu, shkaku i kohës, shkaku i Ramazanit që të mundohemi në fund të Ramazanit të përsekojmë jetën e këtij burit të madh. Ebu Bekri radhiyallahu anhu thotë e se kanë dëgjuar një ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Hal ra minkum ru'a." E kishte traditë në sabah Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mas namazit sabahit, ose para namazit sabahit, sahabët ju thotë: "A ka dikush që ka pa në ndër?" Njëri prej sahabëve tha: "Unë e pash një ndër, ja Resulullah." Tha: "E pash një ndër se me një peshore e cila zbriti prej qiellit, thot, dhe në atë peshore u vëndu me njën imani jot dhe me njën Ebu Bekrit. Imani Ebu Bekrit. Thot, dhe imani jot e randoj dhe ngarkoj imanin Ebu Bekrit. E jotja, imani jot ishte më i fort dhe më i rënd se imani i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. E pastaj e pash imanin e Ebu Bekrit me njën dhe imanin e Omerit me njën. Imani e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu ishte më i rënd se imani i Omerit. E pastaj e pash imanin e Omerit me njën, e imanin e Uthmanit me njën tjetër, dhe se imani e Omerit radhiyallahu anhu ishte më i rënd se imani e Uthmanit radhiyallahu anhu. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thot ky sahabiu, e pastaj e pash këtë mizan, këtë peshore duke shku në qela pet. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: khilafatun nubuwatun thumma yu'ti Allahu al-malik al-mulka man yasha. Thumma yu'ti Allahu al-mulka man yasha. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kjo është shenjë se pas pejgamberllokut tim ka me pas hilafet. E pasi që të mbarojë hilafeti, kanë me ardhën mbretnit. Pastaj ka me pas mbretni, Allahu kujdoje ka me ardhën atë mbretni. Andaj hilafeti vazhdoi Islam në kohën e Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut radhiyallahu anhu. Që ky hilafet ishte që vazhdoi pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn As thot, një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dërgoi mua me një betejë dhatu selasi. Dhe shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: "Ja Rasulullah, tregon cilin kanë e donë ti ma shumë ti. E ju nas e habbu ilek." Thamë to, më tregon, kanë e donë ti ma shumë ti, ja Rasulullah. Qatë që na e kemi ndë njëre kompleks me e thonën, e që ndë njëre e zonë burni, mushtir ndryshe, a realiteti është se vetë zemra njërit është e kalita. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njërin që më shumë t'i tha e do është Aisha radhiyallahu anha. Neve me na pyet dikush, a i do ngrunëthën e lere këtë mabet, e ndrejtej. E kena kompleks këtë mabet. Se di unë e pse, po realiteti është ashtu. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njërin që më shumë t'i e du, tha është Aisha radhiyallahu anha. I tha: "Ja Rasulullah, e mas Aishës kanë e do?" Tha: "Babën e Aishës e dusha, Ebu Bekrin radhiyallahu anhu." Këto deklarata i tha dhe i shpjegoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë të qarta që i transmetojnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam transmetime sakta.
në transmetimet sakta, që kur gjo s'ka marrë në aspektin fetar, e asë nuk është e keqe që njeriu me tregu se ka respekt dhe dashuri ndaj bashortës vet, se nëse dikush është burr në historinë e njerëzimit, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me gjitha të burnit të madhe që e ka pas, nuk ka nguru me tregu një dashuri që e ndjen në zemrën e tij kundrejt bashortës vet. Jo edhe më bo ligap si kur këto trit, me bo uzbun, me mush dunjon. Tamam, janë dosende që t'dijen, ama jo edhe me ushtir kinse dhe tot, ajo nuk ekziston një që njëtën to. Gruja dhe jeta bashkëtorë është një realitet, dhe dashuria ndaj gruas është një gjë e cila është i spikatën në fenë tonë dhe ka inkuraju në te vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me respektu dhe me dasht atë njeri që e ke marrën emanet afër vetes. Por nuk është edhe asgjë tut me tregu se për njerëzve që e du është filan dosti jem, filan hoxha jem, filan kolega jem, filan shoki jem, filan njeriu, filan vllau, kushërini, kështu me radhë. Se këto i ka tregu vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo që neve na intereson këtu është fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thekson dhe potencon se pas bashortës së vet, njeriu që më shumë t'i e don është Ebu Bekri radiallahu anhu. Ebu Musa al-Ashari e tregon një tregim, thot se e pash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tregimi është pak më i gjatë, dhe thot e pash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe një ditë vendosa që t'jem roja e tij. E pash duke hi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një kopsht në të cilin kopsht kishte një pus, dhe thot unë u ndala te dera e kopshtit dhe tregova Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se sot duhet të bëm roja e tij. Derisa erdhe Abu Bekri radhiyallahu anhu me vizitu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe thash ja Rasulullah, ka ardhe Abu Bekri dhe don me hi edhe ai me të bashkangjit tije te kopshti dhe edhe ai me hi dhe mu fresku me ti në pusin ku je duke u fresku. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, idhan lahu wa bashirhu bil janna. I tha Abu Musa, shko thuj Abu Bekrit dhe të vije dhe t'y thujsh se unë e kam përgëzuar Abu Bekrin me xhenet. Jepi myshde se Abu Bekri është xhenetli. Allahu akbar. Dole Abu Musa al-Ashari i dha izin Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përgëzoj me xhenet. Allahu akbar. Andaj Abu Bekri radhiyallahu anhu është një xhenetli i cili ka ecë mbi tokë me dëshminë e sinqert nga gjuha e sinqert e Muhamedit më të sinqert sallallahu alaihi wasallam. E përgëzoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin pra me xhennet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve tregoi për dyrët e xhennetit, se si disa adhurime në hadithin e njohur e pak më gjatë kanë dyrët e veta, sikurse agjerimi ka derën Rejhan, filan adhurimi, filan derën kështu me radhë. Njëri prej sahabëve i tha ja Rasulullah, shifeni pyetjet e sahabëve, që neve ndonjëherë na mungojnë këto pyetje. Dhe guximin, tha, a ka dikush që ka me hinë xhenet, ka këtë dyrët e xhenetit? A ka shku ndonjëherë ndërmend? Na e përmend na Firdaus, e përmend na xhenetin Rejhan, e përmend na këtë xhenet, atë xhenet. Ky sahabi tha ja Rasulullah, a ka dikush që ka me hinë xhenet, ka krejt dyrët e xhenetit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha, po ka që ka me hinë xhenet nga krejt dyrët e xhenetit, wa arju an takuna minhum ya Abu Bekr. Dhe kam bindje të Allahu se ti ki me qenë nga ata që kanë me hinë xhenet nga gjitha dyrët e xhenetit, o Abu Bekr. E përgëzoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë përgëzim Abu Bekrin radhiyallahu anhu, që tregon pozitën, devotshmërinë dhe imanin e madh që kishte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jemi te ditoria e Abu Bekrit, kjo është edhe dersi i fundit i kësaj kapitine, se mo inshallah nesër si kemi gjallë shtash do të flasim për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si Abu Bekri e mori hilafetin në durët e veta. Ditoria e Abu Bekrit radhiyallahu anhu.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ra'aytu ka'anni u'titu 'ussan mamlu'an labanan." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kam pa në ëndër se Allahu ma çoi një sahan, një kazan të madh të mbushur me qumsht. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Une kam pi dhe pita prej ati qumshtit derisa u ngina dhe e pash qumshtin duke më hec në trupin tem dhe në venat e mia. E pash si më hec, si më hin në lukth. Qumshtit e thot si shkon të pash, ki pa dë njere niftar kur pim ujë, e ndjejmë ujin si na shkon në lukth. Ta mamile e ndjejmë, e vërejmë, shoku se jemi më të etshëm. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pita prej asaj derisa u ngopa, u ngina. Dhe thot më mbeti një pjesë prej atij qumshtit, më tepër. Thot fa atituha Abu Bekrin. Thot dhe ajt qumshtin që më mbeti, ja dhash tapije Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Në ëndër e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë ëndër për vetveten e vet. Dhe ka pa në ndër se qumshti që i ka tepru, ja ka dhonën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me pi. Dhe komentoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë ndër dhe tha: "Hadha ya Rasul", dhe than sahabët: "Ya Rasulullah", tha, "Ky qumshti është simbol i diturisë që Allahu ta ka dhonën derisa ty Allahu të ka plotësuar me diturinë e tij." Thot, e ajo që të mbeti, ja dhave Abu Bekrit radhiyallahu anhu, e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e qëllut komentin e ëndrës. E qëllut komentin e ëndrës. Dhe ky hadith është në Sahih Ibn Hibban, është hadith i saktë. Sahabët e komentuan hadith ëndrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thanë, ky qumshti që e pave se e ke pi, është një shansë se ti ki pi dije, ke marrë dije për Allahut, atë për Allahut që të ka ardhur ajo dija është. E që dija është bo pjesë përbërëse e trupit tonë, të mendjes tonë, dhe Allah të ka plotësu me këtë dije dhe të ka formu, dhe se dija që të ka tepru ti apo një hisë dijes tonë, ja ke dhonën Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e qëllut komentin e kësaj ëndre. Dhe ndonjëherë vëllezër dashur, nuk është keq ëndrat e mira me i komentu, edhe me dhonë myshde për ëndrat e mira, se ëndrat kur komentohen, ato edhe ndodhin. Kurse ëndrat e këqija mos i tregonin, mshefni. Ëndrat e këqija, sunet është me mshef. Sunet është me mshef. Kurse njerëzit që kur s'marrin abdes, kur nuk falen, kur nuk agjërojnë, kur një punë të mirë se bëjnë, normal është që me pa gjithë natën të ngarej qeni, uke ngarej, maca i gjurësive, qka me po këtan, a i këtë dunjo e ka dalash ditën, dalash e ka edhe natën me qenë me maca, me ukë mirët, zotë në rrinë. A i që bje me bismillah, bje me abdes, i këndojnë kullu valajnë feleke nasën, ja ban nga tre kështu, ja ban trupit vetë qëto, bje me flint kratë djastë, ani më me lexoja të kursi Allah edhe një me laqa që në të krija, e runë deri sa Allah. Gjumë si kënç me flint. Aj që kur s'do mi la kratë, kur s'do me thonë bismillah, kur s'di me thonë audhu billahi minash shaitanir rajim, as nuk shi krynë nevojnë, as nuk shira e ban nevojnë koma ullët, as të pikët, a nuk së të pikët, a është i lam, a është i palam, a ban bismillah, kur hanë as ban bismillah, a i natën, Zotë Allah shajrin me ata maca e qenë e gjakni, e indi maftë si delë selamet dhe një sala. Janë pa telefona, ka mundësi sa u bo? 25 minuti, tama. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte një njeri i cili kishte dëshirë shumë me bo dua.
kishte dëshirë dhe kishte pjesë të karakterit tij që me bë dua dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja Rasulullah, nga duat dhe veçoritë që ia mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit, i tha ma mësoj një dua që në dua ka me bon namazin ta. A dini sa rallë parashtrot pyetja me thonë dikush, o hoq, përveç se me thonë Subhana Rabbi el-Adhim, apo Subhana Rabbi el-Ala, a ka me një dua tjetër? Sa prej neve e dim, jam mukallib el-kulub, thabbit qalb al-adimik, që du të me thonë sejta. Ebu Bekri, jetën e kaloj me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vjen dhe i thot, hajde më mësoj një dua, që në duaun të tham namazin ta. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta dalin fat. Tha Abu Bekr, thuj namazin tënd. O Allah, unë i bona padrejti vetvetes teme me padrejti të mëdha. Shumë padrejti i bona vetes. E ti o Zoti jam, je i vetmi i cili i fal gjunat, mi fal gjunat e mia. A na shkon dhe një ndërmend me thonë, o Allah, unë jam njerë, kum gabu shumë. Përveç te e s'ka këshi fal gjunat, falni ti mu gjunat e mia. Do atë cënën besimtari e thot, në namazën e ti. Na, pa tjetër, e kina me zhvillu kulturën e duas në jetën tonë, në mendjen tonë, në gjuhën tonë. Du të mësu me lutë Allahun azza wa jall. O vëllezër, na dim me lutë njëri tjetrin me sahat për punë shumë banale. Jemi në gjendje një orë me lutë dikan veç kerit me na dhonën një punë të vogël me kryer. Veç me na dhonën 100 euro borx. Një saat jemi, 2 saate. E në gjendje mi bo me sahat muhabet veç me shku mi thonë që ati një laf. Si mi në gjendje 2 laf me thonë, o Allah, që qatë që do me a thonë asonit i sinit, të Allah, o Allah, ty të lusë, që të ma bësh nasip, ta gjej një vetur, apo ta laj një borç, apo të më largot një smundja, apo t'ja gjej një lidhja ati mjekut, që ta qënë Allah të mjekun të dera ta qënë. Sahabët radhiyallahu ju drejtojshin Allahut me lutje dhe lutëshin Allahun edhe kur tojat e nallëve ju pkutke, e lutin Allah thoshin, o Allah, na i mundëso që ti ndreq me tojat e nallëve tona. Që neve kur e them këtë na duket diçka shumë banale. Na e bën shejtani vezvese dhe me këto janë punë të vogla, ne mëse ja lut Allahun edhe për punë më të vogla. Se kështu e mban lidhjen tonë të freskët me Zotin tonë. Ti qele ki komunikimin me Allah. Se ndal hiç. Ai që është i lidh me Allahun azza wa jall, e hiç se putat lidhje, ai është njeri mubarek. Ai është njeri i bekum. Ai ku të shkoje i qele tuda, ku të preke, hajresht. Çka të thote, bereqet bje. Çka të punoje, pasuri bje. Subhanallah, çka të lutet, Allah kabulli Allah. Që kjo mubareke, që kjo është evliaja. Të shtu njeri bot evlia, i dashëri i Zotit. Du të me pas brina për me thonë dikush evlia. Që kjo është evlia dhe kjo, lezat. Kur na lidhjen tonë me Zotin tonë, kina me majtën të freskët. Hiç se pkut mjatë, si a bëjmë off-end atë pikën e kuqe, nuk e shtipin. Për çdo se njëtën tonë, e lusim Allahun azza wa jall. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha më mëso një dua që ta lutja Allahun kur çona në sabah dhe kur bim me flet. Shifeni çfarë kërkesa e Ebu Bekri. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më mëso një dua kur çona në sabah edhe kur bim me flet. Ta tham në këto 2 momente. Se njeri kur çohet sabah, bismillah, e nisi jetën e vet. Po edhe kur bjem me flet, gjysma e vdekjes. Nis Zot e din asgjohesh në mëngjes. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuj Allahumma fatir as-samawati wal ard. Alim al-ghaibi wash-shahada. Shifani subhanallah, duat që nisin me madhështimin e Allahut azza wa jall. O Zot, ti ai i cili ke kriju qejt dhe tokën. Alim al-ghaibi wash-shahada. Ti ai i cili e din të msheftën edhe atë që na e shfaqet. E din edhe ato që janë ashiqare edhe ato që janë të mshefta. Dhe kështu me radhë deri në fund. Andaj nga lutjet e dalluara të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, është lutja ku ai thonte es'aluka tamaman ni'mati fil ashya'i kullaha
Thotë o Allah, kërkoj prej teje që të mi plotësësh nimetet e tua në gjitha gjërat e mia. Në gjitha gjendjet e mia. Çka do që të bëj unë, mi plotëso. Kur të punoj, ma plotëso nimetin në punë. Kur të lutem, ma plotëso begatinë e adhurimit. Kur t'jap sadaka, ma plotëso begatinë e sadakas. Ma bën nasip kur t'jap sadaka, ta bëj maksimum. Kur të falna, të falna maksimum. Kur të bëj biznes, t'jena maksimum i suksesshëm. Kur të folim, maksimum të ketë bereqet. Shifeni me qëto 3-4 lafe, krejt që këto përfshihen. Që të tregon për fikun e Ebu Bekrit në duat e veta që i ka përpinu. Që ka drejtu Allahu Azza wa Jall me gjuhën e vetë të sinqertë. Prej duave të dallume të Ebu Bekrit është edhe duaja ku ai thonte Allahumma inni as'aluka alladhi huwa khairun li fi aqibati al-khairi. Thot, o Allah, unë kërkoj prej teje që të ma bëjsh nasip të bëj punë të cilat do t'jenë për mu dobishme në vdekjen time. Ma mundëso të bëj punë që kur vdes kanë me mbo hajrë edhe në momentin e vdekjes edhe mas vdekjes time. Ma ban nasip të bëj punë që kanë me mandimu ma leta e shpirtit. A dini se njerëzi ka me javë, me mujse në japin shpirtit. E lusin Allahun, Allahu ma marë shpirtit. A dini o vëllezër, Zoti na e bëft nasip se s'ka begati ma të madhe që Allahu me ta bo nasip e me na e bo nasip inshallah gjithve që me kollaj lëk me dhonë këtë shpirt. Që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me dalë shpirti prej trupit, ose sikur se thera me dalë prej leshit. A keni pa një therë, ato therat që në gjitën tesha që është problem me himre në leshe. Ki pa sa me siklet del për atë. E duhet mëseni një ka një apet me nuk që me dalën kretë thera për atë. Qështu shpirti del prej trupit njërit. O Zot me iman, inshallah. E Zot na fal. E na drejtoj e na përmirësa. Ebu Bekri radhiyallahu anhu thekë, o Allah, ma ban nasip bëj punë të mira, cëllët punë të mira kanë me mbo dobi kur do ta dorëzoj ti shpirtin tem, o Zot. E kanë me mbo hajr kur do të ringjallën do të dalë para teje. Thonte, Allahumma ij'al khayra umri akhirahu. O Zot, thonte, ma ban nasip që pjesa më e mirë e jetës time të jetë fundi. Se innama al-a'mal bil khawatim. Se njeriu ashtu si vdes, ashtu shkon te Zoti. Vëllezër dashur, imania besimtari e din një gjë. Se ymri i ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është 60, 63, 64, çati është. Si ti bësh 60, mos prit pashtari me të artë të shpia me thonë, Allah dryshe e banu gati. Mos prit, Allah. S'ka është, pas tjeri, zven të shpia me thonë, ajde zotri, banu gati, kuferat, bëni hazër, se mo që edhe 3-4 vetë kanë me. S'ka, si dalin rudhat, si zbardhen flok, zbardhet mjekra. Si ti shof dal ametën vete, qohë salat, së t'majnë kontë, se di janë gjatë të majti të shku, e du 10-15 minuta me arë në vete. Këto janë alamete, se kadal, o të në arë vakti me shku të Rabbul Alemini. Lutë Allahun që fundin me pas mirë, edhe pjesën e fundit jetës tënde shfryzoj për kaj mira dhe për kaj mbara. Nuk i kuptojnë ndonjëherë njerëzit që hyrë në moshë të dhume ju hizi ajo ma shumë për dunjo. S'ban hajre, nuk ban dobi ajo. Ajo që të ban dobi është që shumicën e këti ymrit tonë që të kam bet me shfryzu për ahiret, e pakicën me lonë, atë sa mundush për dunjo. Zatë njëri s'ti bojë do vjetë, si të jenë këtë moshë, ma shumë pinë hapa sa që hanë buke pinë ujë. Zatën edhe buka është e damshme edhe mjeku të këshillon pastaj që sa më pak me hanë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, njëri i cili krejt jetën e ka kalun në adhurim, në ibadet. S'ka ibadet që s'ka qenë në pjesëmarrës i parin atë. Edhe ka lutë Allah dhe ka thënë, o Allah, ma bën nasip fundin ta kena të mirë. Ma bën nasip pjesën e fundit jetës time me shfryzu ka e mira, ka e mbara. Njeri kur t'i bojë do vjetë, i përvjen kratë, pak ibadetit, i përkushtot. Edhin pak ma gjatë në xhami, vjen pak ma heret në xhami, shkon pak ma vonë për xhamijes, e fol lafet mira, e këshillon rinien, të shtëpia i këshillon ato, lexon Kur'an, ai në televizor nuk shih seriale, nuk shih kote sende,
ai në televizor nëse shkon dhe një Kur'an, dhe një nasihat, dhe një ders, ai du të me qenë simboli dhe vëçmërisë. Kur ta shofin miletja, lej mirinia, ai njeri, ai plak t'ja përkujtoj atim dhe ahiretin. Ai du të me ja përkujtu ahiretin botës. Ai ka të hece, duhet me qenë përkujtim, ai duhet me qenë në selam. Me selam, mi përshëndet dhe gjithve me ju reflektu paqë dhe selamet. Jo me qenë e gazet. Jo me thonë gjithë il Allah. Se vallahi, si kina me vdek, ashtu kina me dojnë para Allahut Azza wa Jall. Si cili ka me dhonë në gjevab për vetë vetën e vetë. Na du të mu përmisu dhe nuk kemi vanë. Dhe të me pas frikën e Allahut si kina me pas fundin. Gjithaj e Ebu Bekër, gjithë ki buri madhë, e ka lutë Allahun, dua e ti e veçanto që përmendu në matë libra e kanë shkrujt. Nga veçorit e duave të Ebu Bekërit që e ka lutë Allahun dhe ka thonë, o Allah, ma banë nasip, pjesën më të mirë tjetës teme ta kem pjesën e fundit. A gjithë jetën e ka pas të mirë, me gjithat e ka lutë Allahun që Allahun t'ja bëj nasip fundin me pas halo më të mirë. Se qashtu si i ki fundin, qashtu ki me urin gjallë, para Rabbul Aleminit. Ai që i shef alametit e pleshnisën dhe të vetën e vetë, që hinë në këtë moshë, du të ketë frikën Allah dhe du të fillon të e bënë hazërlëkin në takim me Allahun Azza wa Jall. Nëse vladi, familja, s'ja kanë ditë që ka punuaj 60 vetë për ato, kur kanë me a ditë? Kur kanë me a ditë? Wallahi mustabim vetën që më kanë ndodhen në një mexhlis që janë dalë milionat njeriu që kanë ndru jetë e që e ka arru Allahun Azza wa Jall shkaku i qasoj dunjoje e që e vlatë të vetë me thonën na zdojna pasurin e babës me trashigu, na kina dash babë, jo pasuri, jo para. Shumë babalar gabëjnë këtë. O Zot na përmirëson na drejto. Thonë na kina dash babë, s'dojna pasuri. Dhe se kam pranu pasurin e babës. Shumë du të me pas kujdes. Se qaj babë bëhet shëmbëtyr për familjen e vetë, kur ai të kontribon për ahiretin e vetë, për familjen e vetë, se Islami pastaj, kur ta sistematizoj jetën, të bënë më drejtë dhe më të mirë dhe më të kujdeshëm dhe më të vëmendshëm edhe për familjen tonë. Andaj njeriu du të me pas parasysh se ku du të me avnu vinë e kuqe dunjos. Edhe me kuptu, me lutë Allahun që fundin ta kemi të mirë, Allah gjithve në lasht fund të mirë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kur dëgjon të dikan që e livdon të para kretve, e kishte një dua, që është dua historike, që neve ndo njëherë fatkeqësisht kur dikush na livdon, na ka veç pak ndresht, veç hapmi, kjo s'ban. O Zot na ruaj na drejton, neve o xhallarëve të parë, masane dhe juve. Na i na para juve, Allah i na drejtoft. Allah na përmisoft. Kur dikush e livdon të Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, ja thiket dhe një laf të mirë dhe thotë Ebu Bekr, ti kështu, ato cilësitë e mira që kishte Ebu Bekri. Ebu Bekri radhiyallahu anhu thonte, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Thonte Allah, ti më njeh më mirë sa unë që e njoh vetveten time. Ju drejtoj ke Allahut me lutje. Se dinte se lëvdatat e njerëzve në syrin e tij mundën me qenë fitne për dinin dhe ahiretin e tij. Thonë të Allah, ti mu më njef ma mirë se unë që e njoh vetë vetën teme. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Edhe unë e njoh vetën ma mirë se këta që më njohin. Doj keme dhane Ebu Bekri se unë i di gjunaat e mia, i di gabimet e mia që këto si din. Sa gjunah e kemi, e shiqet që ato s'kan erë, se vallahi me pas erë, askush nuk do të na ishte afru afër. Sa gjunah e kemi mes neve dhe Allahut, e Allahu i madh që na i ka mshef, me na i pas ditë njerëzit, me na i pas shpalu Rabbul Alemini, njerëzit as me rabas me këshin thonë. Allah na falë na përmirësoft, e na drejtoft. Sa mund t'jetë njeri i egrë ndaj vetvetes së vetë. E pastaj thonte Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun. O Zot, do të bënu më të mirë sa që mendojnë ata që janë. Ti bënu më të mirë
sa fjalët e mira që më i tha. Ty të lutë o Zot me mbo më të mirë. E pastaj thonte, "Waghfir li ma la ya'lamun." Falmi ato gjunaje që këto si din. Se unë kam të mejta dhe gjunaje që njerëzit nuk i din. Wala tu'akhidhni bima yaqulun. Dhe mos më shkruaj gjëna për fjalë dhe llafe që i thon këto, se këto ndonjëherë thon gjëra që ato ne nuk i meritoj, e mos më shkruaj mu gjëna se unë s'kam faj, pse këta mu më drejtohen me ato llafe dhe me ato lavdata. Inshallah nesër si të kemi hyrë me rashnet, do të vazhdojmë me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ilafetin e Abu Bekrit. Allahu xhennetu wa baft. Walhamdulillahi rabbil alamin.